Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të hap fakt dritaren për një nën e cila do denoncoj vajzën e saj, pasi kjo e fundit është larguar duke braktisur fëmijët e saj dhe jo pak 6 fëmijë. Bëhet fjalë për Feride Nezirin. Për të gjithë besnikët e programeve të mia, Ferideja ka qenë përpara disa kohëve këtu në live me Odetën, një nën e re në moshë e cila tregoi martesat e saj të dështuara dhe braktisjen nga partnerët. Sot do të kem nënën e saj, por fillimisht dua ta rikujtoj historinë e Ferides nëpërmjet këtij klipi. Vitin e parë 2 orë isha mirë. Më kupton, isha mirë. Po do të se fillon ato. Unë ndava vetë me thonë drejtën, sepse nuk shkonin gjonat ashtu si doja, sa i nuk është se ishte në punë. Po që t'i bëjmë se s'punon të se do i thosha me zorat e në punë. Dhe unë vendosa që stop, gjithçka stop. Jo, nuk kam bërë fare, sepse nena kishte babaj dhe nuk diti me na majt babaj. Tani bie me punu mamit, masha dhe babaj. Thjesht e kam ullë në tavolin, kam diskutu, që ti nuk je për mu, kam marrë dhe mamin e vetë, nuk je për mua ne këti, që shikoj jetën ta, unë shikoj jetën tim, kaq. Aty pastaj, fillova, unë njoftami një tjetër, kësë në qovi ke shpia vetë. Polim morale, a i ka ardhë ke shpia. E besova, normal si gjithë tjere, thash hajt, mos të nisja ta e rrugët të gabume, thash po më shtilëm, thjesht u rrita, unë me pranoj që jam rrit, edhe kam gabu, prap kam gabu. Sigurisht e martesa e parë, më ndodhi martesa e dytë. Fillit u largu, nuk vinte mo ke shpia, na herë vinte, na herë s'vinte. Ti ishte i thosha unë për kështu masha burrin e parë, nuk u lidhsa me ty, ose nuk kisha nevojë me bujk. Aty pastaj si përfundim merra ke shtëpia, e merrsha telefonin, thosha ore ti thosha, nuk e kam bërë vetëm atë fëmijën. E kam një bab. Ti ishte për të vujt i thoja, vusha me 2 fëmijët e mi, bardh një të 2 tujt. Kur nuk ishi i zoti mos i boje. I thash qa do bësh, i thash tani, e thash se nuk e bo me 2 fëmijë, tash nuk i kam bo me mamin tim to, thash janë fëmijët e tuaj. Ai nuk me jep të rrugë zgjidhje, jo ne jo ti do marrim qira, jo do marrim shtëpi. U paralizu fare, si ta them që u largu fare nga shtëpia, se unë them u paralizu me kuptim që nuk sillte, nuk bonte mo, u largu për gjithmonë. Se kush do më marrë mu me fëmijë mo, nuk du të martohem mo. A më kupton, unë du të më sjellë jetën me fëmijët e mi tani. S'takoj trurin. E dëgjuan Feriden, këtë nën të re në moshë, e cila tregoi se kishte ngelur e vetme me fëmijët e vegjël dhe bashkëshortët e saj që i kishte pasur gjatë jetës e kishin braktisur dhe nuk interesoheshin për fëmijët. Sot nëna e saj, zonja Anisa Rushiti, më ka telefonuar duke treguar se Ferideja është larguar drejt Kosovës, duke punuar si kërcimtare dhe ka braktisur fëmijët. Por çfarë ka ndodhur do të jetë Anisa, kështu që do hap dritaren dhe e përshëndes. Anisa, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Ju jeni nëna e Ferides? Po. Po çka ka ndodhur me Feriden? Ferideja ka po gati 3 muaj që është nda nga bashorti. Po, ajo ka qenë në live me Odetën dhe ma ka rrëfyer gjithë historinë. Po, edhe e mbajta ca kohë këtu, mori fëmijët edhe iku. Shkoj te shtëpia e burrit prap. Po. Ati i fillun debate të gjitha qa kishte, qa s'kishte. Erdhi këtu, i kishte lënë kalamajt, nuk e di ku i kishte lënë me një ven atje në Durrës, ajo ka 6 kalamajt, nuk ka që ka thonë ty të kam 4. Si, ka 6 kalamajt? 6 ka. Ka qunin 13 vjeç. Po ka 6 fëmijë me sa martesa? I ka me 3. 3 martesa? Po, një gocë ka me një që ka pas bashkëtu, nuk e di diku, se ta ka bërë nuk di gjë motra. Edhe këto tjerët 2 ka, do me thënë me një bab, atë që ka të sëmur ka dhe një tjetër, aji e ka rritë e ka lënë gocën 2 muajse, e ka rritë baba i vetë. Ashtu dhe te goca që e ka të sëmur, ta shi e ka lënë në Kosovë, po bo goca, është goca po shko 5 vjeqe, 4 vjeqe, nuk e ka majtë kjo fëmin, ke ka lënë në Kosovë gocën. Po tani më trego, Ferideja ka ikur nga shtëpia, ka lënë ty edhe fëmijën e vogël nga martesa e tretë i bie. Do më dëgjosh pak Odeta si është historia e djalit? Unë për çunin e kam se është 10 muaj. Fëmija më i vogël i Ferides është djali 10 muajsh. Po. Që e ka me partnerin e tretë.
Me këtë që bashkëtot të tani, Po. që ka dy, ka punin dhe gocën. Ka 2 fëmijë. Ashtu. Perideja ka iku në Kosovë. I pati lënë fëmijët të njëra në Durrës. Po si la fëmijët tek njëra në... 2 fëmijë, këto të vegjëlit. Tani, ajo që bëri, e i mori, pa ditë unë, pa ditun, më ka ardhur këtu, i ka lënë të një komshia im pa t'i lënë çuni si da, do e pagonte. Më kupto? Po. Ashtu po. Unë me të, ajo nuk ishte, do me thënë, gjendje ekonomike që ta pagonte 700 euro tjetër, 700.000 lek në muaj. Da, don. Po, u detyru më thoshte mua, mami nuk e pagoj dot, nuk e bëj dot, nuk ka mundësi më, unë i thash për veten tim, unë nuk ta maj, sepse unë i kam drejtën mia, dhe unë jetoj me qera, jam me një non sakate dhe nuk mundem. Po. Ashtu dhe. Kjo ca bëri, thoshte ja mushi menin mami tim, unë nuk mbaja fëmijë kur, nuk ja kam mbaj, dhe nuk kam dash kur t'ja mbaj, sa unë e di kush është Feritja. Unë të them realiteti nuk di tre deta. Zhvajza jote. E imja, nuk them që së shenjë, ama kus më digjon deta. E dashur Anisa, Nuk më lijon të Po. pyes? Po, Ti Feride nuk e ke rritur. të them të drejtën, unë nuk e kam rritur Feriden. Se në një farë mënyre edhe ti Feriden e ke braktisur. Jo, nuk e kam praktisur unë Feride. Por unë nga babai Feride, sot e kësa dite unë kam frikën nga babai Ramet, qofta ke ku është, rëndë mos i ardhë, se kam te. Unë i kam shenjat e frikës dhe më kam marrë 14 vjeçe, edhe unë kam qenë ajo që dilja lypja me Feriden kur kam lindë dhe mi merrte lekët a i los të bigjos. Më kuptot? U detyrova mbajta, e mora dhe gocën, kam shku ke prindrit e mi në Durrës, se unë vetëm mamin kam. Nga martesa jote e parë ti vetëm Feriden ke? Vetëm Feriden kam. Çfarë ndodhi? Ti u divorcove me burrin e parë, sa ai të ke shtrajtonte dhe more Feriden dhe ike. Po, e kam marrë Feriden, kam shku ke njerëzit e mamit time, te gjyshja i, më ka ardhur burri, më ka mashtru, i ati Ferides, ma kanë marrë Feriden, nga qenë Ferida 2 vjeç e gjys. Po. Ma kanë marrë gocën, më kanë rejtë shkorrica diti ke mami sa gjemë shpi, se i kishin shit shpit ato. I qartë. Dhe çfarë? Ma kanë marrë Feriden, ma kanë qunë në izberish ke halla vetë. Dhe ti nuk e mori dot vajzën? Nuk e mërja do të sepse unë kisha frikë të shkoja ka i, sa i më rrifte shumë më turturon të keq. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ti u ndave përgjithmonë me Feriden. Unë dava, e dija se ku e kisha gocën, e mori tezja ish burrit time, e ka rritur ajo, Po. u bëdha ajo për anet, Ma ka tregu- shkoja e takoja. Ferideja ma ka treguar historinë që me nënën u takua 15 vjeçë kur ishte. Po, edhe Feridea mua i tregoshi që sikur nuk kisha vdet. Më kupto? E të mërshme. Ashtu xhaxhaja sa i ka thonë mos e bër mamin lanet, sepse mamin ti e ke gjallë, nuk të ka vdekur mami. Mamin e ke në Durrës. Se unë shikoja Feride një bleja gjëra, silon që isha. E qartë. E mora pastaj, erdhi një parkoje, e mora Feriden, ishte 8 vjeçe. E ka marrë, e ka mbajtur në Durrës, ishe në shkollë dhe ka marrë nga shkolla. Ti në ato kohë e dashur Anisa ishe rimartuar? Jo, unë rria, do me thëmë, rria të bashkëtoja me dikë, se isha ere, isha 19 vjeçe. E kuptoj, e more vajzën dhe si vazhdoj më pas jeta juaj? E mbajta, erdhi pastaj, kjo më mërzit, ndeti sa ndeti Feridea, nuk më rrinte më, do të tite ketezja, ato erdhën, pastaj ma morën prap, unë qysh atere nuk e kam taku më. Shkoja kështu fshevra, se shikoja i qoja ndë i robë, ndë i atlet, në i gjosif në gjithë mitë, si non që isha. Ato, dilte ajo tezja, ish burri ti më shante, je kështu e ja shumë, më ofendon të shumë. Por kur u bashkove ti me vajzën tënde që të themi u lidhe për gjithmonë? Diqo të them, Feridea ishte martuar, ishte fejuar. Unë nuk e dja që Feridea ishte fejuar. E kishim fejuar pa djenin time. Që bëri vajzën e parë? Djalin e parë. Ka djalë të parin? Po.
Ashtu dhe. Edhe kam shku e kam taku. Bile se takova një ditë, u prezentum, thash jam nona jota, ishte me çunin e vogël sa i kishte lind, çunin, madhin. Kolëm sa kolëm, i ndërprem atoja, rrethanët e tona. Brapa pastaj, kjo bunta, atje nuk e di se qa kishta bunta, se lente tezja babës vet, nuk e mora vesh me të drejtën. Pastaj, nuk e di se si ma ka gjetë numrin e telefonit, jo, e ka pas Rita Fshehuras, e mbate Fshehuras numrin tim. Se e pengoni që të fliste me ty. Po, dhe kjo më thot, mami thot, unë thot dua të vi ke ty, unë për momentin nuk kam qenë këtu në Tiranë, rria Gjirokastër se punoja ande me gjithë 2 fëmijët që kisha Greshlit. Ti nga bashkëtesa jote solleni edhe 2 fëmijë të tjerë? Po, kam 3. 3, me gjithë Feriden 4, po? Po, ashtu dhe. Edhe qa bëri kjo moment telefon, unë kisha mami në Durrës, dhe dhe mami po vje goca, dili pak thash una para gocës është tuar, thash, mos e le Feriden vetëm, ishte një 17 vjeç e ka qenë. Në këto kohë jam njoh me Feriden dhe ka ne gjithmonë të unë. Dhe në ato kohë Ferideja kishte vetëm një djalë? Vetëm djalin nuk e shikonte, rrallë tek shkonte ta shikonte. Por pse djalin e la tek burri dhe erdhi tek ty? E la, atje. E pra, po, një nën që i braktis fëmijët është e dhimbshme. Çfarë ndodhi më pas me jetën e Ferides? Po, ora ndeti ke mami im atje, e mbajti mami, erdha dhe unë e takova, e mora me veta atje ku rria unë me fëmijë që punoja, ndeti një pakoj një javë të unë, erdhi prap në Durrës. Kjo u dashuru me njëri nga Durrësi. Po. Kupton? Basi tonë mate. E po pashuara tu është njërë tani. Dhe mate filloi probleme, gjërat e saj, nuk e di se si kishte rrethanën. Nga ne pasaj erdha prap u bashkova me Feriden. Ndetën sa ndetën, kemi vajtu në Kosovë, atje, se ishte vogël dhe unë kisha fëmijë vogël. Të them të drejtën, kam lypur në Kosovë me gjithë Feriden, me gjithë gocën e vogël që kisha dhe çunin. Kjo është e tmerrshme. Kemi lypur. Erdhëm pastaj në Shqipëri se e pam që nuk ishim gjënë të rrezik, dhe sa ndetëm, kjo filloi punë në muzikë. Si këngëtare? Jo, si balerin. Si balerin, po? Po, filloi punë, u lidh me njërin pastaj, bashkëtojmë atë, bëri gocën që ka 7 vjeçe. U bën nëna e 2 fëmijëve? Po. Po? Ndeti dhe sa ndeti, mate, e lam edhe ai me fëmijë, e rriti vetë Feridea fëmijë gocën. Pra djalin e parë e la tek burri i parë dhe i dyti e la me një vajzë. U bën nëna e 2 fëmijëve, po? 2 fëmijëve. Pastaj, ndeti punonte prap në balerin, dhe pastaj vajti u dashuru me një tjetër, me këtë që ka 2 goca që ka atë të smurën. E qartë, me partnerin e tretë, bëri 2 fëmijë të tjerë. Po, u martu madhe, u go, ande pastaj, shkoj, O, mashallah, ky është djali Ferides, që e ka braktisur. Po, që ma ka lënë u botuni 2 muj ke unë. Edhe odeta e kisha ma e las fjallën u dashuru madhe, u martu, burën Xilibrim, bërën 2 fëmijë. U bën nëna e 4 fëmijëve. 4. Po pse sillin në jetë fëmijë ku nuk janë të përgjegjshme? Unë të them o drejta, Zoti më falë, nuk e fus do të shpirtin gjyna, unë i kam thënë. Mos i ma, ti nuk e për fëmijën, ajo është me smundje epilepsie. Ajo nuk është e saktë. Është e smur o drejta. Por çfarë ndodhi me martesën e saj të tretë? Me të treti, ai me të thënë drejtën Odeta ka qenë i martuar, ka një fëmijë me bashortën e vet parën. Po. Feridea rrinte me qëra me 2 goca që ka me burrin, që i ka sjell nga mbrapa. E qartë. Po, mori një shtëpi me qëra, jetun sa jetun, angeli shtatzanet e goca, që ka 2 vjeçe.
Erdhën rrethanet e tyre u zinë, u grindën, jo me bashortën e atij, jo kështu vjerra këto, kunatrat. E la dhe atë. Po, bërën shkovi prapë bëri cunin këtë vogli që ka tani. Po tani u dashurua me tjetrin ajo, me të thibje, me të katërtin. Jo, me të katrin që ka 2 fëmijë të fundit. Dhe personi që u dashurua me të katërtin që është nga Durrësi, është komunitet, nuk është komuniteti juaj, është Dorë e Bardhë. Jo, është Dorë e Bardhë. Dhe solli një 2 fëmijë. Po. Ai, të them drejtën, Odeta, ai nuk ka pas, sepse ai e mori në shtëpi, përzuri nusen që ka pas, me fëmijë të parën, e mori për e e puti ke familja vetë. E dashur Anisa, nëna e këtij djalit, Vjera, le ta quajmë, e Ferides, më ka telefonuar. Ka marrë dhe ty. Më ka telefonuar dhe më ka thënë që më ka braktisur djalin e vogël dhe iku. Po. Tani çfarë ndodhi? Pasi u ndadhe me këtë të katërtin Ferideja që nuk e di tani, 4 burra nga 2 fëmijë të merresh. Tani kjo i braktisit të 6 fëmijët? I ka shpërndar Odeta, i ka të shpërndara Odeta. Ku i ka fëmijët tani Ferideja? Feridea, çorin e madhe ka burri parë. Po? Një vajzë që ka me burrin që ka 2 gocat e ka, një ai e ka rritur vetë bëri 5 vjeçë. Atë të sëmurën e kalon atje në Kosovë, po goca 4 vjeçë e rritë kosovarë. Qyqa... Po, të tjerët? Ka marrë të tjetërën që ka 2 vjeçë, që ka dhe atë me zemër, dhe atë e kalon atje ku katet motrën e pagon. Dhe 2 të vegjlit i kalon ty? Jo, një i ka, më vetëm çunin e vogël, që ka 10 mush. Por gocën, motrën e këtij djali që ka me burrin nga Durrësi, ku e ka lënë? E ka në Kosovë e ka, edhe ke një dato, një herë në javë shikon ajo, kur është pushim. Por tek Vjera kë kishte lënë ajo, se Vjera më mori telefon, më tham ka lënë fëmijën dhe ka ikur. Ka lënë në 2, kishte lënë atë gocën. Jo, nuk i ka pas bona. I kishte lënë ke Luljeta në plazh Kalamaj. Por tani, si ta la djalin e vogël ty ajo? Ajo Odeta, me të thënë të drejtën, e kishte lënë të shpjegova kishte lënë ke një dato tjetër. Dhe nuk ishte mundësi ta pagonte, po. Jo, edhe i thot mamit që i thuj mamit time ta mbushja mendi që ta marr çunin, se nuk ka mundësi që të pagoj. Mami më mbushte me mere se është i vogël, është kështu, është ashtu. Nuk mundemi thash mamit. Unë e di kush është Feridea. Feridea kur braktisi ato të pesta, nuk po pyet më për këtë. Të mërshme. E marrë në telefon Odeta, i them, ajde mere çuni se nuk ka mundësi, jam me papun, jam me qëra, më ka bloku. Se do i zmet, nona i nuk i bë dot, është me një dorë Odeta. Unë sot e kam xhen nga spitali me dëshirën tim kemi të mos karteler. Mami ime parke ka dalë nga raminacioni, një ditë ka net në krevat të spitali. Dhe në momenti që i ke telefonuar Feriden, çfarë të ka thënë? Më ka shatur shumë fjalë të pisa që ti shikosh, do më thua të është kjo. Si të ka shartë, ka ofenduar? Shumë. Po për djali nuk do t'ja di fare ajo? Jo, më gjeti datën thot mua, më solli të them të drejtën Odeta par dje, më ka sjell 130 euro, ato 130 euro, me të thënë të drejtë, nuk i dali çunit. Sepse ajo çunin e ka me probleme, çuni 3 ditë rinë mirë, ai është me azëm, është me një mushtrik pa zhvillum. Po. Çuni vogël. Po mirë, je lidhur me babain e djalit, i kërkosh ndihmë atit? I kam thënë me babait, ajde merreni, jo pa, të them të drejtën tha, unë nuk e marr fëmin tha, do ta marrë kur të vdes si për ideja thë që ti kemë unë fëmijë, po tani unë nuk ta marrë, të bëj që për ideja dhe ta marrë unë fëmijë jo pa. Edhe gjyshja vetë shumë më kanë thënë. Pa i e ka djalë, ç'lidhje ka? Ajo e ka braktisur, ai ka djalë, të kujdeset për djalin e vet. Nuk du nda din as gjyshja, as e jema, as i ati. Unë, ky fëmijë është me nënën dhe me babë, dhe as një nuk pyet. Por me Po mos të isha, dhe unë, ku do shkonte ky fëmijë? Por me Feriden ke folur?
Me të thonë të drejtën, e mora qik shfarë dhe më thot mua të ranë nervat, më thot, qa nervat i thash? Që unë kam djerë në thësh nga spitali sot me dëshira se s'ka kush ta majtë fëmin. Dhe çfarë të tha? Ikfa se i e mori dhe prap mami, ikfa se ju marë pasaj ta se jam me shoqe. Po mu shmë interesojnë shoqet të saj, mu më intereson fëmia. Por çfarë ke menduar të bësh tani? Nuk e di, unë do komunikoj dhe njerë me atë, që ose unë do t'i them, kam folë në Odetën, do t'a mashmin, mos të torturohet, ose mere dorëzohen në shtetë. Një jetimore? Po, do jetë më mirë atje, do jetë në shkollë, do jetë në gjithë. Ai nuk njeh kush është motra, kush është vllai, Odeta. Ai të fëllë në planën e vetë, ma. Se u rrit në përdyrt 1 muj atje, 2 muj atje, 1 muj tu, i aftu. Është e dhimbshme, është vetëm 10 muajsh. Unë kam frikë Odeta, se ajo është njëri që ajo vjen tu, jo do ju djeg, jo do ju boj, do të vras, qa nuk më thot. Po mu do mbrasësh ti, që po të maj fëmin, që po të them hajde merë kujdesu për fëmit e tu. I kam thonë Odeta, nuk ke gjë në Kosovë, mlidhi fëmi që ke, mlidhi të gjithë, maj këtu ke unë, dhe una edhe të mu me jam e një non, hajde jeto këtu, i kam thonë. E qartë, e kuptoj dhe është e dhimbshme gjithë kjo situatë, të si është një jetë 6 fëmijë dhe ti je pa përgjegjshme, ma vjen keq që Ferideja e ka bërë këtë veprim. Odeta të them diçka dhe unë i kam rrit 3 fëmijë, mi kalon edhe mua burri, mu martu. Më kupton? A, të braktisë dhe ty burri. Po, nuk më intereson. Mu më intereson t'i rrisja fëmijët e mi si që është për t'u rritë si non që jam. E qartë. Po, të them të drejtën, Odeta, unë kam shinderin time për fëmijët e mi se si që mos i leja në rrugë. Dhe sot e kësaj dite jam e qëra. Si ke shqitur nderin, në të shkuptim? Kam shqitur nderin tim për fëmijët e mi. Se kam bo për tjerët, e kam bo për fëmijët e mi. I kam sot në shtëpi fëmijët e mi. Nuk i kam të allakatura. Ke punuar në rrugë? Po, normal, se s'kam ku qkoj. Jam me pak, me një nosa 4, nuk kam ku qkoj Odeta, unë ka 5 trot, nuk di 3. Me të thonë të drejtën, kam punuar 3 vjetë, sa i kam rrit, 4 vjetë, nuk të rejtë. U futa në punë, punova 7 muj, me erdhën situatat qikëshu, jo për i qikëshu një gocës edhe lash punës, o punoj atu të Fishkajmi në Tiranë, Don Bosco, Pjata Larsa. Më mirë është të punosh Pjata Larse dhe ta fitosh lekun me djerë se sa... Normale të është me djerë, po më ka deturu halli se nuk isha mundësi Odeta, më beson. Po të më drejtëm. Nuk isha, se unë nuk marr as për kraje, as një gjë, nuk marr. E dashur Anisa, do duhet i përcjellë një mesazh Ferides? Unë i them Ferides që vetëm përgjej të sistemoj fëmijët e vetëm lidhet me fëmijët, se është shumë allakatur Odeta. Ti mbledhi të gjitha fëmijët, burri vetë po e lut, i thot hajde mlidhemi prapë si që kemi qenë. Ajo nuk pranon Odeta. Nuk pranon të kthehet nga Kosova. As të kthehet nga Kosova dhe as të rritë mlidhet me fëmijët e vetë, të bashkohet me burrin e vetë, të krijoj pra familjen. Po në Kosovë me kë jeton? Qa punë e bën? Balerinë është prap. E kuptova. Aty pranë kishe edhe maman, gjyshen, e Ferides. Ja si e ka mamin time, Odeta, ndoshta nuk më beson, ndoshta më thua ja si e kam dhe mamin. Si quhet? Minushë Lam, ja si e ka mamin. Ja si e ke. Të shkuara, Minushet, shkuara. Faleminderit. Prandaj të them Odeta. E dashur Minushe, do dohet i përcjellë një mesazh mbesës tënde Ferides? Ti thush idës ndonjë gjë që po i thashun. Jo qa do t'i thush? Ti thush me ashtu kalamoj, si në lodhi kjo, edhe ashtu ti në vjetin dhe ajo. Me burin e vetë. Që të dajt o kollaj, apo jo? E qartë, uroj dhe shpresoj që Ferideja të në ndjeki. Rëgurohu dhe kalamoj edhe burin. Ja, ka që ka thonë. E dashur Minushe, të uroj shëndet jetë. Faleminderit. Faleminderit që ndryve.
E dashur Anisa, e ke numrin e Ferides? Do më shaj, do më ofendoj këtu. Nuk do ta lejoj unë të ndodhi një gjë e tillë që atë të shaj dhe të ofendoj ty, gjithsesi unë do bëj të pamundrën e dashur Anisa që të lidhe me Feriden, por që nga një situatë shumë e vështirë, nëse ajo nuk vendos të kthehet dhe ka braktisur atë fëmijë dhe ti nuk ke mundësi ta arritësh, mund të më telefonosh mua dhe mund ta dorëzosh një jetimore. Më mirë një fëmijë i sigurt në jetimore se sa të rritet pa ngrënë edhe do rritet në shkollë Odeta. Edhe kështu si po rriten fëmijët një ndej një tek, nuk është e mirë Odeta. Është e dhimbshme. Se di Odeta, mua ajo më thotë 130 euro, ato nuk i dalin çunit, ajo më thotë me ato lekë që të nisa, me një dado, po një dado me 130.000 lekë nuk të vjen Odeta. E vërtet është. Nuk të vjen. Nuk e di, unë nuk e di ç'a të bëj. Unë jam shumë për veten time në hall, se dhe unë këtu me qera jeton. Vajta 3 muaj nuk po punoj. Unë e se pastaj se mund të më nxjerrë dhe ky pronari i shtëpisë. Dhe mund të ngelesh në rrugë të madhe, e qartë, e kuptoj. Ku do shkoj? Unë jam me 3 fëmijë të mi, mamin e kam të paralizuar. Ku mund të shkoj? Sepse unë kam çunin nuk lëviz dot Odeta. E qartë, ai është 10 muaj, ka nevojë për kujdesje, e kuptoj. Ai do të la, ai është i smur, para 3 ditëve kisha me temperaturë. E leja mamin vetëm në spital dhe vija këtu. Rria me çunin. Anisa ka frikë të përballet me vajzën, se ndoshta ajo mund të përdori një fjalor të pistë këtu në live me Odetën, por gjithsesi unë nuk do ta lejoj Feriden të përdori fjalë të pista këtu në këtë live. Unë do e telefonoj në këto momente, nuk e di nëse do më përgjigjet, kështu që do të hap të dyja dritaret për nënën e saj Anisën, por dhe me Feriden me shpresën që do e hapi dhe do na përgjigjet ditën e sotme. Feriden, përshëndetje. Po. Përshëndetje, mirë. Tani unë fola me nënën tënde, më tha që djalin e ke braktisur, qa ke menduar për fëmijët? Djalin... Braktisur fëmine? Po, e ke lënë në Shqipëri tek nëna. Po ku, pse unë nënës po i çoj pare, partija kam 150 euro, unë po i çoj leka, sa i kam me fakti, kam edhe Western Union, ku e pas kam braktisur këtë fëmijë? Qa fakte po çonti, qa fakte? Qa praktise? Ato që më përfinon. A kam su para apo jo? Ja ku e ki taksin i kam me fakte. Unë kam donet, më ke quar që kam su lekët. 30 euro, më ke 30 euro dhe të kam thënë, hajde ma e fëmin, nuk e ma do. Po pra, për që i mori lekët ti? Pse një veç që qime për djetë pas ka qunë lekët. Nuk ti ka ma gju lekët, ti ke këtu lekët, që që abu të në ke praktis fëmin. Ti unë se kam praktis fëmin. I se praktis në kom. Tu i ke këtë të më falë, unë e kam pasun e ke një dado tjetër, paguja dadon tjetër, dhe më ka dalë nëna ime më ka thonë mëse paguj tjetërën sa ti hajmë parë tjetërën, ti njojnë, unë kur nuk të kam ajtë fmi dhe nuk kam dash. Si? Foli pak. Përshëndetje, Olot. Kush jeni ju zotëri? Ullora, ti mas fal, ti ecë, ti mas fal, nuk e ka bërëcis. Fal. Unë jam dëshmitar. Kush je? Veç pak. Unë jam dëshmitar, unë jam taksi. Unë me këto ditë natë. Ka që pare. Veç pak. Kjo e ka pos qatë fëmi tjetër kon. Ku e ka pos nuk e di. Da, do. E ka pas. Tjetër kon e ka pos edhe nëna vetë. Nëna vetë e ka thirë dosa sa t'i hojtë sa tjetër kushta. Lekt i ka thonë Misil mu. Misil sa mu, unë shkoj të e marë sa fëmin. Edhe ka marë. E ka morë, i ka që një 3 hera 4 është të që Zotri, të bëj një pyetje? Po, ornani. Je i martuar? Ornat. Je i martuar? Po. Sa fëmijë ke? I kam 5. Me jeti kesh. Ajo gruaja jote të ka ikur nga shtëpia ti ka lënë fëmijët? Jo, kur. Atëre? Edhe Ferideja? Që pak, se ti mu ma njef historin pak a shumë. Po pra ta njof. Për punën e çunit. Më kupton? Por ato janë rena që po thot që e kam braktis. Unë se kam braktis e di që e kam pas. O Feride, të lutem, nëna thot nuk ta mbaj dot. Mendon për djalin tënd? Nuk, unë s'kam dato kuta që unë një për paguj këtu, ja, unë e kam ke ky, që e paguj edhe këto. Po mirë, nëna jote po thot do ta dorëzoj një jetimore se nuk e mbaj dot.
Po mirë maja ti mjetimore, Odeta. Feride, fëmijën tënd nuk e rrisun, e rritës ti. Ti ike dhe i praktisi 6 fëmijë. Ku si praktisi 6 fëmijë? Ku si dha këto dhona? Nëna jote më tha. Mami ime ty dhona gjasme që i merr lekët e nuk tregon ty për lekët. O Feride. Unë shkoj tani ke shtëpia dhe ti tregoj gjithë letrat tu Ester Njunas. O E Feride. kam edhe mesazhet e mamit. O Feride, që të më ka heq nga bëj një doja. pyetje të lutem. Unë e fëmijët të Odeta nuk i praktise, jam shumë acarume me ato. Ato i morën parë se kishte nonën e vetë spital. Kam dash më unë njëse gjitha për ato. Të bëj një pyetje Apo zemër. si njeri. Të bëj një pyetje. Mu ato s'po mlen as me punu, as i gjo zemra. Me menoj thuj mamit i këqohet ti thuj ke jetimorja. Do një jetimore i keqoni. Të bëj një pyetje. Ose me babën e vet i këqohet kja i Odeta. Se nona ime po fol me ish burrit time që unë nuk flas mama te, e kupton? Feride, Po i llogari edhe ati, se s'jam veç e muna. pra ti nuk e rri dot djalin. Jo, djali nuk e maj do të zemra, i këqohet mam një qatë them unë. Jo, që e babës vetë. Jo, ose qoja babës vetë. Unë për vete nuk e maj do të Odeta një gjës, unë nashta po të flas pak shumë, do ma bosh halla. E di pse, sepse unë jam acarume, kam 4-5 ditë të zemër, që unë po acarujem shumë me nonën time, se par dje i kam cu paret, i kam cu lekët. Nuk të rej, jo veç një herë. I kam cu kushe disa herë, edhe do t'i tregoj gjitha me fakt të t'i qojmë privat. Ke numri tjetër që kam, e dinti, ke WhatsApp-i im privat. Ti qoj una gjitha Western Njuna që kam cu lek. Ma ka heq gata doja tjetër, ka thonë do t'a maj unë. Mi qoj mua ato lek. Ta shi kur të thot nona, mos t'i hajnë tjere, t'i haj fëmija jo, t'i haj dhe unë e bona për ma mirë ke nona ime. Po ne jemi njërës duhet më marë pak vesh. Ajo e di situacionin time, një fëmija, apo e maj una, esin, atë të voglën, apo e maj, smurën, a e kam, ti e di shumë mirë gjonat e mija, apo jo. Feride, do flasim një moment të dytë bashkë. Nuk ashtu do, me edhe nume, thuj qik mamit, thuj, si ti dhejt numin e burrit, thuj, sa jo e ka numin e burrit tim, me një dhe ato folni, o ta maja i ose merr një jetimore, zemra i ke qoja. Unë do maj këtë tjetrën, nuk mundem ta maj dhe cunin me pagu, me bo, nuk kam as shtëpia s'ka tani, por i vetë për të turohem këte. Kaq. U bonona ime me më thonë nuk e praktuj fëmit, nuk i vjen turp, po ham paret e mija djersën time, edhe vjen fundi me më thonë nuk e praktis fëmin, turp, po sa të vinë Shqipëri. Do vi unë në Shqipëri. Mirë, do flasim një moment të dytë. Të përshëndes. Nuk kam shumë bateri edhe po fik do të marrë ke numri tjetër. Okej, miru pafshim. Hajde zemra, ciao. Anisa, pse ike nga përballja? Ai dhe Robi, e di ti kush është ajo Odeta? Taksixhiu më tha jam. Nuk është taksixhi Odeta, sa ai është që jam angocë kosovar që ka rri, që i ka çu dhe gocën tjetër të voglën. Ai ja ha lekët Odeta. Ja ai. Odeta ti nuk i di gjërat. Ajo para një javë, 2 javësh ka qenë në Shqipëri. Ka pagu 250.000 leka net në Durrës, me ish burrin e vetë, që ka 2 fëmijë, ka bërë flokët, ka bërë në extension, 250.000 lekë, dhe nuk erdhi tu takon të fëmijët e vetë, Odet. Më ka thonë bjerra vetë, ajo që ka marrë ty. Zonja Bona. Po, të ka marrë ty në telefon. Por më vjen shumë keq. Ajo tha, çojini djalin jetimore, unë nuk kujdesem dot për ta. E shiko si thotë. Si ta të një timore, unë Odeta, kur unë për e rrisë, për ja heqë dhimë, për ja heqë gjitha unë. Është ai për të të një timore, është gjyna, pa ajo nuk do bëj ajër, Odeta, nuk do bëj ajër. Është situatë shumë e dhimbshme, ndoshta ajo është në një gjendje të rëndë psikologjike, unë nuk e di çfarë punë e bën aty në Kosovë. Njerëz si t'jesh. A shfrytëzohet nga njerëz të tjera, a nuk shfrytëzohet. Mua amerikan që taksisti më doli në live dhe më tregonte Odeta, ai merr natë për natë asaj për 2 ditë që e lefmi, ajo pagon 60 euro. Më kupton? E qartë, por ndoshta do flasim në një moment të dytë, e dashur Anisa, e kuptoj që situata është e ndërlikuar, unë do flas dhe me Feriden. Ai ishte shumë e irrituar, unë do flas dhe me të paskujtave. Po fole me Feriden,
thuj, unë nuk kam mundësi më, unë po që, unë do t'ja marr, do iki, do t'a dërdoj në polici dhe të merre ti, e disa denancime kaj për idea. Nga ato fëmijë që kishte braktis para 3 mujësh, 4 mujësh, në Durrës. Nuk e di, me situatën, unë jam kundër që fëmijët të çojnë jetimore, por në situata të tilla ata fëmijë duhet të dorëzohen jetimore nëse nëna i ka braktisur. Dhe u duk qartë. Unë në jetimore çuni nuk e çoj. Aman, unë nuk du asnjë lloj ndihme nga Peridea më, asnjë lloj gjoje. As babaja atit mos më vi në shtëpi të ma shikoj çunin, as dhate nuk e du më ke shtëpia. Të vitë më le prokurën e çunit mua dhe nuk kam për ta qua të fëmijë. Dhe Peridea mos më vi këtu të më kërcënoj mua në lagje. Do t'i tregoj mesazhe që çam pot edhe do më thuash si të sham kështu. Nëse ajo vjen dhe të kërcënon, ti e denoncon në polici, se nuk është normale që vajza të vinë në shtëpi dhe të kërcënojë nënën. Por, babai të djalit, të nipit tënd që po e rrit, ke diçka për t'i thënë? Jo, ama atë nuk kam asnjë lloj se më ka dalë borxhi. Nuk është, Anisa më thotë që ta kam sjellë unë ke shtëpia, ta ka sjellë goca jote në shtëpi. Po, edhe ai ka përgjegjësi, se edhe ai është baba. Ai ma ka preu det, ai thotë unë nuk marr më. Thjesht do vi do ta shikoj, sa mundsi kem do ta ndihmoj. Ama thotë që ta marr unë nuk e marr. E dashur Anisa, do vetemi bashkë në kontakt për të mirën e fëmijëve, për të mirën e atij djali, sepse të gjithë fëmijët e tjerë të Ferides, le të themi janë sistemuar, janë me baballarët, Feridea ka 2 në Kosovë, vetëm djali i vogël 10 muajsh është e ty që ti vendos se ta mbash vetë dhe jo ta dorëzosh në jetimore. Ta mbaj vetë deta dhe ajo mos vi në shtëpi fare. Ne do vetemi bashkë në kontakt dhe të uroj jetë dhe shëndet ty dhe nënës tënde. Shumë faleminderit, vetë Zoti të rujt dhe Zoti marr ta bëj. Të përshëndes, Anisa. Mirupafshim. Mirupafshim. E dashur Feride, përshëndetje. Përshëndetje. Më telefonove, më kërkove me urgjencë që të ishim të dyja së bashku në një live. Po, patjetër. Kam nevojë. Por çka ka ndodhur? Me thonë drejtën, nuk jam e martuar tash, jam kështu, kupton, për me celebrime gjona i kam, se nuk kam pas edhe mundësi financiare për me heq atë celebrime, si i thojnë. Të bësh divorci. Kupton? Ashtu. Edhe tash i kom ngel kështu, herë ke mami, herë ke një shoqi, herë ke një njerëzane, herë tem, kupton, se edhe moment që nuk kisha mua, kisha raja. Po, nuk kisha. Do më lejosh të të pyes? Ko? Sa vjeç ke qenë kur u martove? Me thonë drejtën të shilo garitë vetë se gocën e kam 6 vjeqe. Nuk është se e kam e të njëjtin burë, të flas ta mamë. Por fëmijët i ke me dy marrëdhënie që ke pasur? Dy i kam pas me këtë fundi që bashkëtova ta mamë që 16 isha në familjen atit e me gjitha. Më kupto, pa ishtë jashtë shtetit, nuk ashtu fare. Dhe nuk e kanë marrë atësin atit, kanë marrë atësin që unë kam pas e librimin që kam këte vajzën e smurë. E më kupto? Atëre ndalemi tek martesa e parë, që ta kuptoj qartë. Ke qenë 20 vjeçe kur je martuar? Për herë të parë apo më vogël? Aq, 20. Personi që u martove? Anë të mbëllë 20, kaq. E qartë. Ka qenë me mbledhëri apo me dashuri njoja juaj? Tashi, jo me dashuri e me shqetësi, po thjesht si gjithë femrat gjatë hajde se i besojmë neve, më kupton që hajde të mos marrim rrugët neve dhe hajde martohemi, të shohim familjen, sistemohemi, por sot nuk ka. Kupton, me pak fjalë jam rrejt. Sa vite martesë qëndrove me atë person, me të parin? Me thonë drejtën, kam net goxha, kam net na 4 vjet, po. 4 vite dhe sollën i jetë 2 vajza? Po. 2 vajza. Vajzën që ke të sëmur? Po, edhe tjetrën. Edhe tjetrën. Pra, vajza e madhe që është 6 vjeç, ajo është e sëmur? Jo, është kjo 4 vjeçe, që i bon tani 4 vjeçe në qershor. Pra, vajza e dytë, nga martesa e parë, ka probleme me... Kam edhe gocën 2 vjeçe, po për momentin e ka i ke shtëpia vetë për momentin, se ja kam lënë se nga që i futi sa ditë në cerë, dhe më kupton, edhe unë po mersha me do dokumenta, si thënë këtyre, që po mersha sot. Gosh, por ndalemi tek martesa e parë. Ti u martove ligjërisht me burrin, sollën i jetë 2 vajza, fatkeqësisht njëra prej tyre e dyta në renditje ka probleme me shëndetin, qëndrove 4 vite e martuar, po pse u ndave?
Unë dava vetë me thonë drejtën, sepse nuk shkonin gjonat ashtu si doja, sa i nuk është se ishte në punë. Nuk punonte. Ja. Unë kam pas punu vetë gjithmonë. Shkosha pastru, se kam pastru edhe shtëpia. Jo, po puna ndere është dhe ke bërë shumë mirë, vetëm puna nuk është turp, të thuash kam turp. Kam pas punu me thonë drejtë, edhe nëse e bosha për hyrë të fëmijëve të flasin tamam. Dhe ke bërë shumë mirë. Nuk i mungon të asë lloj gjoje. Por e pas vetën ani që du më mështirë me këto fëmijët e mia, më kupton Odeta ta them tamam. Të besoj, por burri i parë nuk ishte i përgjeshëm? Jo i përgjeshëm, po ishte i pa punë. Po pse s'punon? Edhe po që di bëjmë se s'punon se do të thosha me zor atë në punë. Mjaftoi që fëmijët e mi nuk kam vujt derisa kam qenë unë, merrsha vetë atë iniciativën edhe shkosha vetë punoja. Por në momentin që ti u ndave, u riktheve tek nëna dhe babai me 2 vajzat? Babi nuk e kam, ka ndrujet. Më vjen keq. U ktheve tek nëna? Me thonë drejtën për momentin erdha ke mami, nga mami, se mami ka dhe gjërat e veta, se s'du mi ranë qafë, se edhe ka 3 fëmijë të tjerë vetë, më kuptoj ka dhe ju pak të vegjël, kam edhe gjyshën e kam paralizume, ma atë jam ndërkohë këtu. Kupton, jam shumë tipi drejt, nuk kam ardhur unë për shumë me drejt ty, apo shumë mund të pyesësh kudo. Nuk kam qenë domethënë problematike ke njerëz të mi që t'i shqetësoja, më kupton. Kam qenë gjithmonë ajo Feridja që punosha vetë, e masha vetë. Kam nejt një farkohe ke mami, kam bajtur në Durrës, kam nejt jo ke ca njerëz të mi, jo ke ca shoqe, sa u sistemova unë pak, fillova punë, më kupton? Mora një shtëpi me qëra, edhe jetosha me fëmijët e mi aty. Me 2 vajza, se në ato kohë kishe vetëm 2 vajza. Bravo, po veçën atë 6 vjeçën kisha dhe këtë 4 vjeçën, që i bon tani. Por babai nuk u kujdes për vajzat? Jo, fare, se kjo goca e vogël që kam 4 vjeçë, kjo ka qenë në martanitet e Tirana e Re, si i thojnë këtu, Po. në Tiranë, se nga goca bën intubime se lindi 6 muaj gjithë para kohe, më kupton? Ka lindur para kohe vajza. Kjo 4 vjeçë që është e smur. Unë bëra intubime vetë, kam qenë intubuar, po prap zoti deshte, me mlon për fëmijët e mi prap, më kupton? Pucova në kohën prap, edhe kam pas shku e smur në për spitali, disha mrapa gocës, e shifsha ka i okupatori që rrinë fëmijët, 3 muaj kanë net vajza atje. Bile se kanë edhe dosjen akoma, se atje ndodhen dosjet. Dashur Feride, por sot babai kujdeset për 2 vajzat, burri i parë? Jo. As nuk i takon? Jo, fare, nuk kam dash edhe unë atë komunikimin, mos do filloshin po prapë, jo do më luste, jo do më bote, do shkosha prapë, e më kupton? Dhe unë vendosa që stop, gjithçka stop. Por ke bërë një gabim, që i ke ndar vajzën nga babai. Jo, nuk kam bërë fare, sepse nena kishte babai dhe nuk diti me na majt babai. Tani bie me punu mamit, masha dhe babai. Ti ke bërë shumë mirë që ke kërkuar divorcin dhe ndarjen, nëse ai nuk ka qenë i përgjegjshëm, por sido që të jetë, si është kam ulë në tavolinë, kam diskutu, që ti nuk je për mua, kam marrë dhe mamin e vet, nuk je për mua ne këtej, ti shikoj jetën tatë, unë shikoj jetën tim, kaq. Po, dhe keni bërë mirë, por aman, ata fëmijë ti nuk i ke sjell vetëm në jetë. Nuk kemi pasur konflikte, si kur zihen e bohen, jo, thjesht me mirë kuptimin tim edhe kam ikë me qetësi të madhe. Po pra, por fëmijët mos i pengo, lëre të takojnë babain, sa ish babai. Jo, kur të det viti takojnë, po nuk është se ka marrë iniciativën me i takuar. Ose me majt. Është ai që nuk vjen t'i takoj. Jo. Po vajzat e kërkojnë babain? Jo. Ato nuk e njeh. As nuk e njeh. Kjo 4 vjeçë e herë fare. Me thonë drejtën nuk kam se me drejt. Kam qef që ta takoj që të filloj atë vetën. E më kuptoj sikur është fëmia me, se mu më mungo vetë babi, se kam qenë e lidhur me babi. Si thënë asaj që gocat janë për babi. Kam qenë vetë dhe mungesa mu e babit më ka izolu. 12 vjeçë kam qenë nuk më ka vdek babi. Po babai juaj nga se ka vdekur. Ka qenë i smur, ku di unë, se si ra, bam, shumë nga zemra, nuk e di si qa thoshin doktorës, unë kam qenë edhe e vogël. E dashur Feride, e kuptova që kur undave me burrin e parë, undave fizikisht, por nuk bëre dokumenta. Pra, nga ana ligjore, ti akoma e martuar me atë, nga ana ligjore. Po. Por, çfarë ndodhi me jetën tënde më pas?
Atëherë, unë mora një shtëpi me qira, janë nisa punës, janë nisa rregullisht punës, shkosha punosha. Ku të më dilte puna, nuk i kisha probleme, më kupton, edhe nuk kam turp për punë. Thjesht mos t'i mungote gjë këtu edhe mos t'i mungoj, edhe jam me aftë për punë akoma, por është halli se kam fëmijët e tjerë, jam e izoluar fare, jam blloku. Aty pastaj fillova puni, masha fëmijët, ato gjërat e fëmijëve që i duan, jo rroba, jo gjona, s'kan mungu kurrë. Qeran e kam pas pagu me sakrificë, po mirë, nuk është se dilça nga shtëpia. Për bukë nuk më mungote gjë. Se jam një tip që gatuj, nuk është se i le pa hongër pa pi, më kuptoj, sa ju i bukën. Aty pastaj fillova, unë njofta me një tjetër. Filloi nisi lidhje, thjesht si një lidhje, se unë e kisha di nga martesave e parë dhe nuk doja martesë more, më kupton? Nuk doja. Thjesht një lidhje si shok. Se ndoshta mos merret për keq, po unë kur i them shok dikujt i them shok. Dhe kam ne 5-6 muaj shok. Thjesht shok, shoqëri. Dilja, pija kafe, rria me atë, po jo që ashtu më tepër, kupton? Isha thjesht shok. Kur këm pa mua ne këtë, nuk e di, ai u shkput një farë kohë pastaj, kupton? U shkput, nuk e bezdisa fare. Erdhi një moment prap e pash, i fola prap. Aty pastaj lidhja filloi intime, kupton? Nisët një marrëdhënie, e qartë. Bravo. Aty pastaj fillum, jo do të marr, jo do të boja ne këtë, edhe fëmijë domethënë nuk është se mësoi ke shtëpia vet. Folim reale, ai ka ardhur ke shtëpia im. Më kupton? Ka ardhur ke shtëpia im kur jetoja me qira. E qartë, e kuptova. Të të shpjegoj. Vjen aty, rrima ne këtë, jam nisur, e besova. Normal si gjithë tjerët, thash hajt, mos të nisja ta i rrugët të gabume, thash po më shtilën. Si është u rrita, unë e pranoj që jam rrit, edhe kam gabu, prap kam gabu. Aty pastaj nisa gela shtatzane me gocën që kam 2 vjeçë. Akoma si ka bodha 2 vjeçë, për edhe kam pas një problem shëndetësore, ka bodha ajo si tek klinike, arrest kardiak 2 herë. Unë pranaj të drejtova aty se nuk majta më kupton se kam dëru tepër, kam dëru shumë. Unë marto neta domethënë me gocën aty ke shtëpia, jo e linda, jo e bëra vetë. Fillovi e njëjta situatë. Një farë ku e kam qenë mirë, si ta them, vitin e parë 2 isha mirë. Më kupton, isha mirë. Po do të se fillon ato. Sigurisht martesa e parë, më ndodhi martesa e dytë. Që dhe ai nuk punonte? E njëjta. Jo, ky kishte diçka që punonte, por nuk është se më sillte mua. Kupton? Nuk më sillte mua fare. Të tregoj tamam. Ai fare. Filli tu largu, nuk vinte më ke shtëpia. Na herë vinte, na herë s'vinte. Kupton? Ku ta kapte nata vinte ke mua. Kjo pjesë ka qenë. Por me familjen e tij të prezantoi? Me thonë drejtë me mamën e me babin atit jam prezantu, por nuk e se shkosha ke shtëpia, se nuk doja. Nuk, se thash mos marrin, si ta them asaj fjalë që me mentaliteti që shikome se sa u lidh ky, e më kupton? Jo kjo ka fëmijë të tjerë, se këte kemi neve shqiptarë që i përbuzin njerëzit, kupton? Po nuk e din historinë e një vajze dhe të flasin, më kupton? E qartë, ajo frika nga paragjykimi të bëri ty që mos të kishe kontakte me familjen e tij. Shumë flisja në telefon, mos në tret flisja, edhe nona e baba atit nuk kam përgjigj me një farë mënyre po. Për shembull 1 lek të vogël ma sillçe për pampersa për ato qumshat e formulës që ashtu, pastaj një farë kohë ne onqa formulës se nuk ma dilte. Edhe i fillova qumësh normale kështu dyqani. Nga ajo ndolli mu goca anemi. Por në momenti që erdhi në jetë vajza dhe t'ju bëre nën për herë të tretë me partnerin e dytë, por ai për vajzën? Po për vajzën asë që vinte, pastaj kur lindi vajzë vinte. Kupton, fillovi ajo formiteti tu ardh, tu e pa, tu e bo, anekte, po jo ndihma, kupton. Kur kishte ndonjëherë, pastaj fillovi, ndoshta e ka bën dhe me mashtrua me bo, nuk e di, më kupton se mos shkosha unë diku tjetër tu drejtoja. Se mund. Ndoshta ka qenë edhe kjo pjesë. Por unë nuk kam qenë ajo tip që shkoj ti bëj ato gjonat e jo shkoj ani në për shtete, në për anekte, më kupton, nuk kam qenë. Po mirë, të bëj një pyetje, e lëshë Feride, sepse përpos gjithçkaje, solli në jetë një fëmijë me një burr të dytë, pa hequr celebrimin me burrin e parë. Disa probleme është ky që fëmijët kanë marrë atësinë e burrit të parë, ai burri i parë çfarë ka thënë?
Me thonë drejtën, ai më ka marrë keca njerëzit e mi në telefon edhe më ka thënë që Feride ngjo, këto nuk janë fëmijët e mi, e ka marrë vesh, më kupton? Duhet me bë diçka. Dhe kur më ka thënë këtë fjalë, unë jam drejtu Ministrisë së Mbrojtjes këtu në Tiranë, edhe kam shku, i kam nis ato letrat për avokat populli, çka ka qenë nuk e di, edhe doja me bë. Po, edhe doja me bë çnjohësi atësie. Arrite ta bëj jo. Me thonë drejtën, i nisa ca letra, po nuk ma bën për një letër, nuk e disha. I kam edhe letrat këtu, i kam. Sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme që fëmijët të marrin atësinë e vërtet. Po, edhe këtë pjesë unë jam drejtu ke ty që edhe du me heqe, më kuptoj që fëmijët të kalojnë, çdo fëmijë të ketë babën e vet. Po pra, nuk duhet çdo fëmijë ta kemë vargje. Më kupton? Që nëse pas nesër kur 30 fëmijë, mos më thot ai mam, kush është atësia ime? Sepse e di ku qëndron problemi, përpos që fëmia mban atësi një emër që nuk është babai i tij biologjik, por ligjërisht babai biologjik nuk njihet dhe në momentin që ai nuk njihet si babai biologjik, ti nuk mund të kërkosh. Jo, kurse ky burri i dytë që jam martuar, ky njeh fëmijët e vet. Edhe ky më ka bërë problem, domethënë për burrin e parë, folim çfarë reale. Është si ka qenë, edhe si është nuk më intereson, por atë pjesën e fëmijëve ma ka kërkuar atësinë e gjitha. Edhe unë kam qejf që unë t'ja përball që janë fëmijët e vet, edhe ai ma ka thonë, "Kto janë fëmijët e mi, duhet të kalojnë atësinë time." Por nuk kam pas mundësi që unë të bësha ADN-n, ç'a duhen. Po, e qartë që një vet atësi. Ai njeh, se këto fëmijë dy tjerë që i kam janë kopja atit. E qartë, ti je nëna, ti e di me kë ke fëmijët, më mirë se ty s'ti as i ri, po në momentin që lindi vajza, ai nuk u bë i përgjegjshëm, le të themi, për ty dhe për vajzën. Një farë kohë pastaj u bë, erdhi, tu ma pagu shtëpina ime thon drejtën, më ka heq nga puna. Nuk kam se më ja hedh gjërat edhe poshtë. Fillovi një marrëdhënie. Prap, fillovi e mirë. Për të mirë, më kupton? Vinte, rrinte me mu, më shëtiste me gocën, i blente pampersat, pastaj fillovi ajo, më kupton? Se fillova thonë të i fol. Ti ishte i thosha unë për kështu, asha burrin e parë, nuk u lidhsa me ty, ose nuk isha nevojë më bujt, a më kupton? Siç kam ne që i përballosha vetë dy fëmijët e mi, i përballoj akoma, i thosha. Nëse jam ashtu me ty, jam që të bashkëjetoj, të rrit, të jetoj, jam kupton. Ka rritën fëmijët me babë, se unë dy rrita pa babë. Trisë edhe këto dy tani bien keq, apo së shumë. Ashtu është, sigurisht. Feride, në momentin që kjo marrëdhënie u përmirësua, ti ngele prapë shtatzën me djalin. Po, me djalin me thonë drejtën, zotin falë që qinërës e ma dhe mu e Ramazon, se jam i cikë shumë me këto Ramazonet, kam dash me heq. Nuk kam pas mundësi edhe kam ngellë rastësi. Nuk e kam diqisht. E pa planifikuar, le të themi. Bravo. Kjo është kurse me gocën, po. Kurse me djalin ka qenë pa planifikim fare. Edhe kam dash me zhoq. Por fal Zotit nuk e hoqe. Ai erdhi në jetë. Jo, nuk e hoqe. Nuk e hoqe edhe për fat keq lidha edhe këtë 30 javësh. Ua, të vogël. Po sepse s'mundeni që kam më kupton? Unë nuk du shqetësime, nuk du strese, nuk du probleme, du t'jem gjatë gjithë kohës e qetë, e më kupton? Dhe unë gjatë gjithë kohës unë kam qenë stresume, se normal, kam qenë stresume, se shifsha dy fëmijë, tani këte, jo pa punë, se pastaj unë ndalova punë rrethsisht, nuk shkosha më. Por në momentin që mbetesh ta zënë me djalin, partneri çfarë të tha? Ishte dakord që ti ta mbaje? Me thonë drejtën, fillimet e para më thoshi që hiqe dhe pastaj para se me lindu më tha që maje, më kupton? Se u rrit para, ku do ta hiqe unë, se fëmia po lëvizi nuk ma ishtin më. Unë nuk ma ishtin dot. Ishte rrezik dhe për jetën tënde, është e kuptueshme. Po, edhe unë i kam bërë me operacion, se i kam bërë vetë, më kupton ka qenë rrezik. E dashur Feride, në momentin që erdhi në jetë djali, çfarë ndodhi? Pse u ndave ti me atë? Se djali është 5 muaj, sa ko ke që je ndar me atë? Po, do me thënë, linda djali në anekte, ishte në pranian, ishte. Folim që ashte drejt ishte, se unë kam qef të të regoj drejt, Odena, nuk kam qef të drejt të marrë njërës në përgoja, po të rejt mashtroj, më kupton? Tashi, në momenti që mu më ka pëndimjet, shkova në spital me këte, më ka ardhë mrapa, më ka nefë, më ka sjellë edhe me lindë e me gjona. Ju jetonit në Tiranë apo në Durrës? Jo, në Durrës, kam pas jetu me qera, pra, në Durrës. Po? Aty më vjen ky, se me këte jetoja, normal. Më vjen, më qonë në spital,
anektej, po doktorët e Durrësit nuk më merrshin gjë përsipër edhe gjithmonë nuk kam ndin këtu në Tiranë, se nga që kam pas ato problemet e mia dhe gjithmonë kam dashur me lind. Po. Linda këtu anektej, ky kishte ardhur me mamin e vet, mos gaboj se unë kam edhe dishmitar mamin time, se nuk kam se me tre. Ka ardhur këtu, ke shtëpia këtu. Unë kam qenë në sallë të operacionit dhe kanë ardhur gjithë konsultat e mia se unë kisha bërë atë kryqëzën time. Më kupton? Dhe prandaj më ndodhi kjo që Linda çoni para kohë. Edhe ka ardhur ke shtëpia, ka fol me mamin e me mamin kanë qenë me motrën e se nuk është se e kam shumë të madhe motrën të vogël, e kam 12 vjeçë, bile si vonesër. Dhe 100. Edhe faleminderit. Edhe i kishte thënë që dua një ndim për te, i kishte thonë sepse duhesh ti nona, sepse unë nuk kam celibri me gocën tate dhe që të firmos unë çaj ndo gocës tate në sallë. Sikur futesh në sallë duhet një formular, një firmë. Firmosi familjar, po. Ashtu. Por ai nuk e boni këtë, sepse në fakt nuk i takote se unë s'kam celibri me këtë. Nuk u njifte ky burrime. Unë ta them unë që është burrim, por nuk njifet. Ligjërisht e kuptoj, nuk njifej. Ashtu. U detyroi mami ime ka arke spitali, më ka shërby mami ta themi çfarë është e vërteta. Mami ime më ka netë në kohë, që kur Linda çunin e kështu më ka netë në kohë. Ai nuk erdhi kur Linda unë çunin. Ai ka ikë, thjesht sa më dorëzoi ke mami, që dorëzovi mamin ke mua, se unë isha në spital, nuk kam qenë atë këtu. Dhe unë nuk e di fare se çfarë është bërë jashtë, unë kam qenë gjendje të keqe për vete, më kupton? Edhe unë nuk e dija fare që kam linde, se kam qenë në situacionin time të smundjes, e më kupton? Të kuptoj. Dhe unë jam këtu si janë habitme, thjesht kam thënë ku jam këtu, se kam qenë në ato tuba gjona. Aty pasaj çunin më kishin marrë, kishte pa mami ime, ka net mami aty, domethënë derisa kam dalë për spitalit e gjitha. Ky tash si përfundim më majtën çunin mua 3 javë në maternitetë të Tiranës. I qartë që dhe i të mirë të peshën edhe... Po, unë ka lindi vogël. Aty më vite mami, i them doktorit u përmisova pak. Sikur Linda sot, mas 2 ditë unë përmisova, i thash lutem doktor, du ta shoh pak fëmijën time, edhe du dalë për spitalit, se kam i tip që nuk rrej spital, edhe kisht jem nuk rrej. Për vajzat e vogla, kush kujdesej për 3 vajzat e vogla? Po, i kam lënë edhe ke motra, kam pas edhe motrën pra që kam të vogël, edhe kjo mi ka majt, po, edhe kjo mi ka majt, kurse atë 2 vjeçë në mante edhe vjera ime, do më thënë mama e tit, gjyshja e gocës, jo e këtyra, asaj tjetrës të vogles. Partnerit, e kuptoj, të dytë. Ashtu, po, aty pasaj, goca do më thënë edhe e vuglën ndeshte mu që ante bonte normal se fëmijë, se këto kanë ne gjithmonë afërmitet me mu, kupton? Edhe kjo 6 vjeçe, edhe kjo tjetra, qajnë mas me kur largohen. Aty pastaj kam dalë për spitalit, kam martu ke mamin. Cunin e kam pas në maternitetë. Kam shku ashtu, smun për smun kam shku, e kam pa. Jam cu, më operacion, kam marrë taksi, edhe kam shku. Me qumësht, me pampersa, qa u donim fëmijës, gjithë ja kam cu. Babai nuk erdhi? Jo. E mërsha në telefon, kur visha se normal, unë si thënë se që është Leona dhe nuk duhet lëvizë se të vjetë fikët rrugës, unë ashtu isha, po nuk pysja, letë bëtë sa të bëtë tosha, ajo fëmi, ajo do me pi, a më kupton, e menosha sikur doja me fut në gjipë, po më nuk ma fustin, se nuk u lejon dhe se kyshe me intubuar. Fëmija, e qartë, e kuptoj, po? Aty pasaj, si përfundim, erra ke shtëpia, e mërsha në telefoni, tosha, ore ti, tosha, nuk e kam bo vetëm atë fëmiu. E ka një babë. Tishte për të vujt i thoja, vusha me 2 fëmijët e mi, barë një të 2 tujt. Kur nuk ishe i zoti mos i boje, por edhe i fëmijë që është në okupator, ka nevoj për ty. Ndoshta bohet edhe mirë, po ta njëve e babës aty. Se kështu është. Unë kështu e di. Por ai... Nëse babi, kur ka fëmijën e smur, fëmija më të reagoj diçka. Më kupton? Edhe është realitet që ka reagu. Por ai çfarë të ka, kur i the ti që... Po, ai më tha mu po, tha do vija në këte, ma sa ditë ky erdi, më ka marrë mu me makinë, kemi shku ke materniteti, dhe çuni aty ka reagu, se unë këte po të thosha. Po... Kupton? Se çdo fëmijë i don prindrit e vet, i nin. Më shumë i nin këto që ku lindi, se sa i nin një që i në tamam, të mrejem, kupton? E kuptoj qartë. Dhe çfarë ndodhi më pas? Pastaj,
Kur kam marrë pastaj që kam nxjerr çunin se ma majtën çunin, akoma unë kam shku me thonë drejtën se unë jam pak nevrike nga hallet e mia, nuk është se kam gjë me tjerët. Nga jeta ime unë jam pak e stresume me veten time. Jam shumë e stresume. Sepse nuk dal, nuk boj, nuk kam mundësi të nxjerr herë këto fëmijë, si tani për momentin flas, jam shumë e bllokuar, nuk kam mundësi. Unë jam e dorëzuar tani. Të kuptoj Të fol. Tash nuk e di se ndoshta edhe mos flas shumë, po flas sepse më ka ardhur një sikletë odeta që nuk po mundem më. Edhe prandaj u drejtova ke ty se s'kam pas nevojë për asnjë. Mu drejtuna për televizion, se mbledhet turp. Por djali doli nga spitali. Ti shkove në Durrës? E kam marrë vet, e kam nxjerr vet. Po. Kam shku, kam marrë taksi dhe e kam nxjerr vet çunin. Pa babajin. Po. Siç e kom marr direkt tek tuke mamja dite. Çuni nuk ka pas rroba sepse nuk u lejoshin atje, se ka qenë me intubime. Po. E vesha çunin e bëja. Prap kisha frikë se ishte shumë i vogël, 30 javësh. Se më thoshin ca që ote tani kjo ron, jo nuk ron, këto ma futën atë fobin time. Kisha frikë edhe mi dhënë me pi. Aty pastaj fola unë me atë në telefon. I thash qa do bësh, i thash tani, i thash se nke bo me 2 fëmijë tash, nuk i kam bo me mamin tim këto, thash janë fëmijët e tuaj. Mami im ka hallte vete, i thash. Ka një nënë paralizume, ka gjyshën e paralizume. Qa mund bëjnë nëna ime, i thash. A po shko veti, po është lava pjakse. Po punon e po pon vet, për qa? Përse edhe ajo është një qëra, nuk është shtëpia vet. Që ta ketë problem për mu. Po tani u bona dhe unë barra asaj. 27 vjeç që ti bëhen barë mamit me 4 fëmijë, nuk është normale. Se edhe nëna im dikur mërzitet. A më kupton? Unë duan thjesht ta kem një diçka timin që fëmijët e mi mos vujnë, mos t'i thonë nesër pas nesër zënë. Se tash i mami nga ato gjithë hallet, shkollove, 2 turne po i bën punë. A më kupton? Është stres. Një keq ca buk pa hanë, nuk është problem një përpush. Po është një jetë, dhe eci një jetë. Ai nuk me jep të rrugë zgjidhje, jo ne jo ti do marrim qira, jo do marrim shtëpi. Shkoj ke shtëpia, urrejta prap. Odeta, ta themi ta mo. Se normal se të bona 2 fëmijë, ku do risha. Mora 2 fëmijët e mi, mora dhe këto 2 tjerë, shkova ke shtëpia ku isha. Në Durrës. Që kam pas net, nisëra, po. E kam me fakte me gjitha. Kam shku, kam net aty. Erdhi një moment ky u paralizu fare, si ta them që u largu fare nga shtëpia. Se unë them u paralizu me kuptim që nuk sillte, nuk bonte më. U largua prej zero. U largu për gjithmonë. Aty pastaj ja. Tashi ndonjëherë më merr në telefon, më thot ku janë kalamajt anë këte, po prapë unë nuk du me nda, kur të sa janë fëmijët e vet. Edhe kemi pas debate që thotë që dikur që ato nuk janë fëmijët e mi, shko ku dushti. Edhe këtë pjesë ma kam thonë. Prandaj unë du me bë gjithë ta vërtetoj që këto 2 fëmijët janë të atit. Dhe këto 2 janë të atë filanit si që janë. A më kupton? E qartë, e dashur Feride, ti... Që nesër pas nesër 2 fëmijët e këti që kam unë të shkojnë edhe ke baba vetrin. Më kupton? Përveçse ai nuk i mohon. Te jam e bindur, nuk i mohon. Me sa po kuptoj unë, ti ke 4-5 muaj që je ndar nga ai dhe ka ardhur në Tiranë tek nëna. Po. Pas lindjes së djalit. Po tani nuk është se ashtu, thjesht flas në një telefon, po nuk i kam kontakte dhe nuk e di fare se ku bëhet, ku s'bëhet, nuk më intereson ajo pjesë. Nuk ka më dashuri. Jo. Nuk më intereson më ajo pjesë Odeta. Nuk fare. Por jam 27 vjeçe, me 4 fëmijë. E ti shplaj, së është detyra ime, e dalet punoj e gjitha, po pritë se te fëmijën e smur, ku ta lej unë e ti? Kjo më vret mu fëmijën 5 muajshe që e kam. Ja ku i ke fëmijë, sa unë nuk të rej. Ja ku i ke. Bebin e vogël, e shef? E shoh zemër e vogël. Ja dhe të smurën. Sa e ka zonë gjumi, është e smurë, Odeta. I kam gjithë letrat e kësaj, i ke gjithë me fakte, unë nuk kam se me trej. I ke gjithë letrat. Unë tani sa erdha, kam qenë në spital. Tani sa kom marrë në shtëpi. Edhe biles 2000 lekë mi ka dhonë në ona se s'kishtë edhe kjo, të folin qash tani se s'është tu e fare, se derisa u drejtove ke ty, nuk po maj më. Ka marrë këshu më atë 2000 lekë, që në kuptonë për vizita në për spitalit që sa u të isha tani. Tani sa ka marrë në shtëpi.
E dashur Feride, unë e kuptoj vështirësinë të cilën ndodhesh. Fatkeqësisht nga 2 marrëdhënie ke sjellë në jetë fëmijët, 4 fëmijë, të 2 partnerët, le të themi, të papërgjegjshëm, nuk kujdesen për fëmijët e tyre, ke ngelur e vetëm dhe ke ngritur duart lart e kërkon ndihmë. Një vajzë e kam smur, bile se sa erdha nga dokumentat, e kam, nuk di si me ta thonë ty, anomali, edhe një ma kanë gjerë me një diçka tjetër sot, me epilepsi, edhe më kanë lirë një sindim ekonomike, nuk e di sociale, nuk e di që janë këto 87.000 lekë, më kupton. Po për momentin jam ke mami, sepse nuk kam pas mundësi me pagu moqera e gjona, se di kur kam pas punu, por tani goca ka nevojë për një ndihmës personal. Unë jam një moment tash se kjo dona nonën e vete dona ty të ta laj, të ta shplaj, të ti gatuj së është e paaftë. E kupton? Një djalin e kam 5 muaj, e kam të vogël. Gocën tjetër e kam 2 vjeçe. Unë mora me një person, thash hajde se do më shtilemi, do bohemi, e ke parasysh, po jeta nuk deshtes, nuk është se. E dashur Feride, më vjen shumë keq për vajzën tënde. Kam edhe dokumentat, sa ja kam bërë sot, ja, gjitha. Por çfarë të kanë thënë mjekët për vajzën? Me thonë drejtën, më vajzën i kanë një shpresat. Do me thënë, i ka një shpresat në kuptim që nuk e se qa pret më nga kjo fëmijë nuk bëhet më. Nuk është fëmijë normal më. Ka fillu devijimin e ecjes, i ka dalë një sigun këtu mrapa ke pjesa e mushkrive, edhe bile s'ka në 4-5 ditë që ja kanë dallu. Por sot doktoresha dyshovi për atë, nuk më pëlqeu kur më tha. Nuk është se më shqetësovi mu, po e kuptova me nuancën e fytyrës vetë, më kupton? Por diagnozën çfarë e ka vajza konkretisht? Anomali me thonë drejtën, edhe sot ka shkuj një diagnoz tjetër, nuk e di se qa ka dalë tjetër, po me anomali e ka. Personalisht, ku dyshë qa thot këtu epileptike. Epilepsia e kuptoj është gjë tjetër, po anomalin e kanë... Po ka një lloj epilepsie shumë të keqe, më kupto ka dhe një anomali. Anomali do të thot që goca dhe kur hecën nuk është se e shef fikse neve, nuk na dallon mirë fytyrë. E më kupton, shef si e trugut. E kam çu dhe për syze kështu, nuk i lejohen tha jo, sepse e ka të lindur tha. E më kupton? Ka 2 shkputje damarrëshën tru, një të ecjes edhe një të shikimit. Ja po deshe shikoj e vetë, i ka marrë këtë shikimin, i ka të shtremë, ta sytë, e ka kokën e shtremët, ka fillu të hecë kështu. E më kupton? Vajza ka lindur... Nuk drejtova këtë ty. Vajza ka lindur kështu? Gocën unë e kam linë 6 muaj e gjysmë, por kur e kam linë, nuk kishte shpresa, se kam bërë dhe vetë intubime, kam qenë e smurë. Edhe unë epileptike më kam pas thonë, po tash unë kam marrë sa mjekime, po për momentin jam në rregull, kuptoj jam mirë. Po nuk e di, ndoshta nga ilaçet që kam pas pi unë dhe goca i ka marrë, ndoshta ka ndodhur kjo, por nuk e di çfarë të them. Kur ti ke qenë shtatzan, ke marrë ilaçe, medikamente? Do më thënë që nga që kisha kriza, kam pas kriza, se unë kam pas, si thënë, hemorragji cerebrale në sferën e kokës mrapa veshit, e mu një të si formë trashi gjaku dhe bija në tokë. Epilepsi, që e thëjnë. Edhe unë mjekohem me mjekime, po për momentin nuk kam shkuj, nuk kam. Nuk ka shkuj jeta kështu me thonë drejtën, si ta të them, se unë nuk kam pas nevojë, unë kam pas punu vetë. Nuk kam pas nevojë për asnjë gjë, po erdhi tash momenti që u dorëzova, si ta them. Se s'kam pas nevojë me shku as ke ty, as në shoqata, as nuk i kam nxjerr fëmijët kurrë me lyp. A më kupton? Se nga e keqja edhe mund të nxirri ai zem, bjen fjala. Por jam një nonë që më vjen shumë keq, jam e kujdesshme për këto. Gjithë, me gjithë që ja bon spitali, nuk është se pagova. E qartë. Se nuk është se, po. Kesh qenë në pediatri, por prindrit e ti të kanë marrë? Nuk du me i bezdis, unë nuk ka shtu fare, nuk du me i bezdis, sepse nuk i ka fare nëna e baba. Jo ti marrësh ti, ata të kanë marrë, të kanë pyetur për vajzën dhe për djalin? Po më kanë pyetur si është, si s'është, okej, kam thënë mirë jam, po nuk që të mbojnë mua ato, ma ato s'kam punë fare, nuk kam asë dhe gjëje. Që ti shaj, ti boj, pse, kam bo, aq mos si sa kam pas, kam bo, edhe ky. Sa mund si ka pas, ka bo për mu, po erdhi një moment që nuk ka bo fare, kupton? Si ta them mund dasni? E ke parasysh atë çatin ku është e çame? E bjesh ju mrejt? Unë kështu kam ngel tani, me këtë kuptim jam. Edhe është fakt i vërtet. Unë tash më thon mami ime, Feride, Meri, fëmijët e tuaj dhe dil jashtë, unë do rrin xhade, do rrin rrugë, se s'kam ku shkoj më. Se kush do më marrë mu me fëmijë, unë nuk do të martohem më. A më kupton, unë do të më sjell jetën me fëmijët e mi tani.
S'takoj trurin. Edhe atë pension që ja ka lidh doktori, kësaj ja ka lidh për vetën e kësaj. Kësaj nuk i dalë. E qartë. Kupton. I ka lidhur kemp, e qartë, e kuptoj. E qartë. 87.000 lekë më e deta, 87.000 lekë e 300-400 lekë, kështu të vogla. E ka me faturën, po deshe t'i tregoj. E kuptoj, një shumë që nuk të ndihmon me problemet as për qëra, as i gjo, as për të hongër, as e si dalin vetë, se ajo qa hanë ajo, a më kupton, është pa vetëdijshme. Ri që mi hanë kalamaj të mdhomë, kur i ripën ajo e vetja. Ajo është e vogël, tani ka fillu deformimet. Ajo kujton të një shtëpia, këtu mrena nuk kemi shkallë neve, shkallë që të ngjitemi. Ajo kujton sigur ka shkallë, mami thot ka shkallë. Edhe sot e kom ndru me spitalit, se s'kisha ku ta ndroja. Te 2 kom marrë me vete sot. Ke torturu. Se gocën e male nuk e mora e lash me motrën këtu, po. Ku ti qoj unë atë? Shkosha me fëmijë me 2.000 lekë, po prisë ato du të hajnë rrugës. Qoj gjitha rrugë. Hyp me autobus, bëjt me autobus. Unë e kuptoj, jeton tek nëna, është ajo mbështetja më e madhe, ajo të kapur derën. Ja, po kam gjysën e paralizume. Unë nuk treja, do të ta shofësh, ta tregoj kamën ta shikosh. Të besoj. Ja, më e ke. Të besoj. Shikoj. Përshëndetje. Si jeni? Ja. Hajtë ma, Je mirë me shëndet? nga palifume nuk e gjot, Më vjen rike keq. gota. Më vjen keq për ty. Edhe unë shë kam të gocën e male, pa martu, pa ashtu, me kalamojtëri me gocën. Zoti të dhënë E kam tjetë dhe motrën e shëndet. gjitha, Odeta, e kam gjitha në shpinë, nuk kam se me trejtë. Unë pa ne tu drejtova aty që s'po munde më, nuk di nga t'ja maj, unë s'dori ta shqetësoj edhe kjo se kjo do qetësin. Po një fëmijë do smuhet, ja, djere Alja, mu smu kjo, që kam gati të paralizume më dzene. Kupton? Me t'vjella di gjithë natën, cuni vogël gjithë natën. E da Feride, ti ke një kohë, le të themi të shkurtër, relativisht që nuk flet me partnerin e dytë. Nëse ai do të dëgjonte, do t'i japësh një mesazh atit? Jo, nuk kam parë, veçëm kur të vija i momenti që mund boja të pjesën e asaj, ADN-s, veç atë du të pranoj, që t'i pranoj fëmijët e vet sikur i ka pranu. Dikur që mos ndryshoj tani mrapa, që unë si jam mama atë dhe ndryshoj që ajo ka bo qa ka bo, nuk janë fëmijët e mi, se kështu thojnë sot, më kupton? Dhe unë du që ADN ta bëj patjetër dhe t'jenë fëmijët atit me regjistër, me dokument, me emrat atit, Po pra, si ti se në doja i. momentin që ligjërisht njihet atësia, ai ka dhe disa detyrime ligjore. Tashi atë e vendos gjykata pastaj. Po pra, që gjykata, kur i drejtosh gjykatës i jep babait disa detyrime ligjore që ai pastaj duhet i pagojë për 2 fëmijët Po e tij. thjesht unë duhet ta faktësoj me ligj, që këto janë fëmijët e vet. Edhe nga familja e tij mos më thënë se pas nesër nuk janë fëmijët e vllait tim apo nuk janë fëmijët e çunit tim. A më kupton djalit tim? E da Feride, por gjendjen civile ti ku e ke? Këtu në Tiranë? Në Tiranë. Dhe figuron e martuar. Ke 4. Dhe figuron e Ke 4, martuar. po. Duhet të bësh në radhë të parë urgjent divorci. Po si mund ta bëj ku të shkoj? Sepse në momentin që ti i drejtohesh institucioneve për të kërkuar ndihmë dhe patjetër institucionet do të ofrojnë ndihmën, një nënë e vetme me 4 fëmijë dhe mbi të gjitha një fëmijë të sëmurë, ti rezulton e martuar që ke një burr. Po. Dhe nuk je nënë e vetme. Duhet urgjentisht të bësh divorcin. Për pjesën e divorcit, do të ndihmoj unë të drejtohesh zyrave që kanë nxjerr institucioni avokati i popullit për nëna që janë jo vetëm të dhunuara, por dhe për nëna që janë në nevojë që ta marrin përsipër një avokat pa pagesë. Faleminderit. Dhe ti të bësh divorcin. Pas kuintave unë do të shpjegoj me detaje për këtë situatë. Pasi të bësh divorcin, do bësh njojën atësisë të 2 fëmijëve të tjerë. Po kështu më thanë mua në fillim që në moment që ti do bësh ndarjen, njëkohësisht më tha avokati e popullit do të bëjmë dhe çnjosje atësi. Po, heqjen atësisë me partnerin e parë që ti njihen babait. Dhe në momentin që bëhet ky lloj sistemimi, ti drejtohesh gjykatës që këta 2 partnerët e tu që kanë me 2 fëmijë, 2 njëri, 2 tjetri, gjykata të vendosin një detyrim për ata pra, që të paguajnë për fëmijët. Ata kanë skanë që gjejnë ku të duan, është detyrim ligjor që duhet ta pagojnë. Pastaj ti i drejtohesh edhe njësisë bashkiake, e cila Kam shkuar Odeta,
kam shku. Po në situatën në cilën që je nuk të ndihmon, je figuron e martuar. Atë duhet me japin mu, si sa mirë po më shpjegon ti mu, edhe unë kur kam shku atje nuk më ka vonë rrugë zgjidhje, po më kanë mbyll atë sportelit çu edhe hajde. Feride, Am kupton? e qartë, në momentin që ti figuron e martuar, nuk mund të ndihmoj dikush. Në momentin Po ju të më tregonti që shko ke avukati, po pse të shkon filan vetë? Në momentin që ti del dhe rezulton nën e vetme me 4 fëmijë dhe një nën e vetme me 4 fëmijë, padyshim që do trajtohet me ndihmë ekonomike. Dhe këto janë procedura që duan kohë dhe duhen bërë dhe janë të domosdoshme. Por unë të premtoj që do të ndihmoj pas kujtave, ti e ke numrin tim tashmë, do flasim të dyja, ti bësh të gjitha këto hapat ligjor dhe dua ta mbyllim me një mesazh sepse gjithë qëllimi që ti hyre në këtë live është se kërkon ndihmë. Kush është mesazhi që do drejtohet sot njerëzve për të ndihmuar ty? Se kjo dritare për të është për zërin tuaj. Vetëm po patë mundësi shumë, vetëm për një shtëpi nuk dua as ushqime, as lloj gjë, vetëm një shtëpi ta pus kokën me 4 fëmijë të mi dhe të takojmë më shumë vetëm për 8 smura. Se kjo nuk është për shembull dal me një shtëpi me qira tjetrën e të kemi një shtëpi me qira tjetër, nuk është për të lëviz. Sa e sa po vjen, po rëndësohet gjendja e saj dhe nuk e di se çfarë po dyshojnë sot. Më kupton? E kuptoj. Më dyshoshim për një smundje të keqe të gocës, që ajo pjesa që ka dalë si gungë. A më kupton? Zoti, Tash Zila, sa ta ke tjetër, vetëm të jetoj aty gjithë, ato gjona do t'ja bëj unë, do ta pastroj, ta bëj vetë gjitha, vetëm ti me qetë mos më vish, për shembull, pronari i shtëpisë sot ti Feride nga shtëpia. Vetëm unë i lutem gjithëve, vetëm një shtëpi, asnjë gjë më tepër. Se nuk kam dalë ndonjëherë, po. Uroj që zëri jote të dëgjohet. Fatkeqësia nuk i dihet jetës. Patjetër, jeta është e vështirë, ndonjëherë na përball, na përplas shumë keq. Unë do të më shtjellem me 4 fëmijë të mi, ta kem një banesë time, shtëpinë time, edhe ta takoj trunin një herë mirë. Unë uroj që zëri jote të dëgjohet në këtë live, uroj jetë dhe shëndet fëmijëve të tu dhe sidomos vajzës që ka probleme dhe do mbetemi bashkë në kontakt e dashur Feride dhe të përqafoj nga Tirana. Faleminderit, më pafshim shumë, më pafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj të gjithëve ju që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori që kërkoni ta denonconi, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, kërkoni një përballje, kërkoni një të vërtet, kërkoni një realitet, apo keni dhe një eksperiencë të bukur që kërkoni ta ndani, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më dëgjoni. Mirupafshim dhe ritakohemi nesër.